Respektimi i gjuhës shqipe, identiteti dhe përfaqësimi i drejtë janë detyrime që duhet të zbatohen plotësisht dhe pa ekuivok, ishte porosia e ministres së jashtme shqiptare Elisa Spiropali në Shkup. Spiropali theksoi se Shqipëria mirëpret dhe inkurajon zbatimin konsekuent të marrëveshjes së Ohrit. Por mbi të gjitha marrëveshja e Ohrit është standard, është barazi reale në drejta, përfaqësim dhe dinjitet, kështu që unë dua t'ju falenderoj edhe për diskutimin e hapur dhe për udhëheqësinë tuaj dhe garantimin e plotë që marrëdhënia mes dy vendeve tona qëndron edhe mbi këto shtylla të forta të respektimit të minoritetit shtetformues në Maqedoninë e Veriut dhe minoritetit maqedonës në Shqipëri. Respektimi i gjuhës shqipe, i identitetit etnik dhe përfaqësimit të drejtë janë detyrime që duhen zbatuar plotësisht dhe pa ekuivoke. Maqedonia e Veriut është shtet i të gjithëve, ndaj të gjithë duhet ta respektojnë e ta duan atë dhe të jenë besnik ndaj saj. Këtë pikpamje dhe këtë qëndrim Shqipëria e ka në mënyrë dhe pa ekuivoke sa i takon marrëdhënieve me qeverinë mike të Maqedonisë Veriut, por edhe me popullin e saj. Mëtej Spiropali tha se Shqipëria e mbështet integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut jo vetëm si shtet fqinj, por edhe sepse këtu jeton një komunitet shtetformues shqiptar që e arrin pothuajse 30% e popullsisë së përgjithshme. Ndërkohë Mucunski tha se ekziston rreziku i rritjes së europesimizmit tek populli i Maqedonisë së Veriut. Ajo që mua më shqetëson, disa thonë se rritet euroskepticizmi. Unë nuk mendoj se kjo është e saktë, të paktën unë si që lexoj anketat, por unë e mbështes një tezë se kemi rrezik të rritjes së europesimizmit. Ata janë një grup qytetarësh që besojnë se ardhmëria evropiane është e ardhmja e vërtet për shtetin, por nuk janë të bindur se Evropa do t'i hap dyert për ne. Këtu së bashku duhet të punojmë ta hedhim poshtë atë tezë që për momentin është shumë kredibile, tha Timço Mucunski, ministër i jashtëm. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria ishin në një pako drejt rrugës eurointegruese, por derisa Shqipëria hapi 33 kapituj të negociatave, Maqedonia e Veriut ngeci në rrugë për shkak të mosfutjes së bullgarëve në kushtetut.